Lajmi i fundit. Kina ka ndërtuar një spital komplet me inteligencë artificiale. Ndiqeni me vëmendje për të mirën tuaj sepse duhet që t'jeni të informuar dhe duhet që t'jemi të informuar duke diskutuar së bashku. Kush është rastësisht i gjithmonë i bëj like fajës që jemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Kina e kishte ndërtuar këtë spital në tetor të vitit kaluar, unë kisha përgatitur dhe një material, por nuk munda që ta përgatisja totalisht dhe shikoj që po e japin në të gjitha portalet dhe në të gjitha lajmet. Mirë po, spitali ishte ndërtuar në tetor të vitit kaluar dhe ishte vetëm një test fillimisht. Dhe me kalimin e kohës, Kina mendonte që sepse është totalisht në mënyrë virtuale, pra me inteligencë artificiale. Çdo të thotë kjo, virtuale që me fjalë është i kontrolluar vetëm nga kompjuterat. Dhe kompjuterat vënë në funksion robotët. Dhe ka 14 mjek që janë specialist, pra specialist robot, dhe 4 infermierët. Mes tyre, këto 4 infermierë, njëra prej tyre, merret me regjistrimin dhe pritjen e pacientëve. Fillimisht, siç ju thash, ishte një test, por me kalimin e kohës pati sukses të madh, sepse mendonin, duke qenë komplet me inteligjencë artificiale, sepse nuk ekziston asnjë njeri brenda, pra nga asistenca, vetëm pacientët janë njerëz, ata mendonin se nuk do të kishte sukses, por suksesi ishte i madh. Dhe e dini se pse? Sepse përveç se nuk pret, siç pret për shembull në Itali, Gjermani, apo ku ta di unë, apo në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, që pret edhe bën orë të tëra në urgjencë, në këtë spital që gjendet në Pekin, nuk pret sepse sa arrin me njerë të marrin dhe të bëjnë asistencën e parë, të shikojnë, të bëjnë kontroll totalisht çfarë ke, çfarë nuk ke dhe gjejnë diagnozën. Në momentin që kanë gjetur diagnozën të kurojnë. Dhe kjo bëhet me një shpejtësi marramëndse. Dhe çudia akoma më e madhe është që asistenca dhe kurimi arrin në 99%. Po, aty shkruhet deri në 93%, por ç'është e vërtetë, arrin deri në 99%. Ata nuk duan ta thonë sepse do t'ju them se përse. A e dini se çfarë ndodh me këtë sistem të ri? Ky sistem i ri do i zhduk që të gjitha problemet që ka në të gjitha anët mjekësia, pra mjekësia tradicionale. Pse? Sepse mjekësia tradicionale ka vite që ka probleme të rënda. Për shembull, ka probleme në urgjencë, siç ju thash, ka probleme edhe jo të gjithë janë profesionist mjekët, jo të gjithë janë të mirë, kurse inteligjenca artificiale gjen maksimumin, sepse e ka brenda në memorien e saj dhe gjen maksimumin dhe gjen zgjidhje të një problemi që ti ke. Pra, problemi i parë është ky. Dhe e dyta, që është akoma më e rëndësishme, zhduk korrupsionin. Nuk do ketë më si në vendet e tjera, për shembull, që nëse keni vënë re, që ti shkon në një vend, për shembull, bie fjala si thuhet në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, ku ta di unë, ti japësh 10 euro tjetrit që tjetri ta asistojë. Nuk ka. Sepse inteligjenca artificiale nuk ka nevojë për para. Ti s'ke nevojë të japësh para. Ke vetëm një kartë që ti me atë kartën, ti normal që kartë e shëndetit, ti me atë kartën shkon aty dhe bën merr asistencën e robotëve. E di që do kush nga ju do thot pse nga robotët do operohem unë? Dakord. Atëre, operoheni nga njerëz, operoheni dhe nga disa njerëz që nuk din, ose operoheni dhe nga disa, ose mjekohuni nga disa njerëz që nuk e kanë aberi, disa po. Por ti ku ta dish se kush është më i miri dhe kush jo, ose kush është i mirë dhe kush është jo. Pra, në këtë rast, unë po flas për ata që janë kryesisht pozitiv, pra për sa i përket inteligjencës artificiale. Nga ana tjetër, mund të ndodhë që brenda inteligjencës artificiale, pra flas nga ana jon, brenda inteligjencës artificiale mund të ndodhë që të ketë dhe një virus. Por një virus brenda inteligjencës artificiale nuk është si njerëzit, sepse në njeri për shembull mund të vdesë njeri 10 ose 10 mjek, sepse nëse do bie në mes mjekëve. Por në këtë rast, nëse bie një virus brenda një inteligjencë artificiale, zhduk njerëzimin brenda një ore, në sekond. Dhe ky është një fakt i vërtetë. Dhe është tepër e dhimbshme që ta mendosh këtë. Megjithatë, çfarë do të ndodhë me inteligjencën artificiale nëse futet në mjeksi? Sepse tani i ka zënë frika gjithë botën dhe nuk flasin për këtë, sepse kanë frikë, sepse mos zvendësohet me të vërtetë nga inteligjenca artificiale mjekësia e sotme, me mjekësia tradicionale. Në fakt, ky është pikësynimi i
i Kinës që të ndërtoj këto spitale aty ku ka nevojë. E para në përfshatra apo vende ku mjekësia është vërtet e dobët. Dhe në disa vende që s'ka nevojë që të pagosh njerëz, pra mjek profesionistë si që thonë këta, që në të vërtet nuk kanë maksimumin atë që ka inteligjencë artificiale, por që nuk japin edhe maksimumin gjatë punës, përveç se ka edhe probleme të korrupsionit, që dikush nga këta kërkon para që të kuroj ty. Pra, në këtë rast, do të zhduket korrupsioni, do të zhduket papunësia, do të zhduken njerëzit e paaftë, pra, do të zhduken çdo gjë. Dhe ky është një problem madhor për sa i përket, siç u thash, specialistëve ose mjekëve në përgjithësi. Dhe në fakt ata kanë ngritur zërin dhe shumë prej tyre duan të bëjnë të mbledhin firma që ky lloj projekti mos të eci përpara dhe që mos të zvendësoj njeriu. Tani unë dua t'ju pyes juve, kush prej jush ka patur probleme në përspitale? Sa probleme keni patur në përspitale ose sa probleme keni? Ka dhe njerëz që vazhdojnë akoma të shkojnë në përspitale. A është mirë me inteligjencë artificiale apo është mirë me robotike? Si e mendoni korrupsionin që ndodh në përspitale, sepse ç'është e vërteta në disa spitale ka korrupsion, kërkojnë para ose një infermiere kërkon 5 euro, 10 euro për shkakun që t'i bëjë një gjilpër dikujt, biles para disa kohësh mësova një lajm që për një gjilpër që nuk i bëri një infermiere tjetri humbi jetën. Pra, si e vlerësoni? Është mirë që të ketë një spital komplet me inteligjencë artificiale apo jo? Apo është mirë që të ketë njerëz? Dhe sa e sigurt është inteligjencë artificiale? Mos harroni që nëse bie një problem në mjekësinë tradicionale që kemi, pra në mjekët që ne njohim, mund të vras 1, 10 apo 15 apo ndoshta 100 njerëz. Por në qoftë se bie një problem mbi inteligjencën artificiale, pra në për kompjuterat e inteligjencë artificiale mund të shfarosë gjithë njerëzimin. Dhe ky është një problem tepër serioz që nuk po e neglizhojnë as pak kinezët, mirë po të gjithë mendojnë që kjo është zgjidhja e dur për sa i përket zhvillimit të mjekësisë së avancuar. Tani pres komentet tuaja, sepse normal një diskutim i përbashkët do të na çojë më afër së vërtetës, por dua të nënvizoj edhe një që për mendimin tim, unë jam në mes, sepse nuk di se çfarë duhet të zgjedhësh. Nga një anë, si ju thash, është mirë sepse arrin që të shëroj deri në 99% të sëmundjeve dhe ti nuk pret gjatë momenteve që ti shkon në urgjencë. Dhe tjetra, nuk është e vërtet që nuk flet me njeri, pra nuk komunikon me njerëz, por është kaq e vërtet që të gjen me njëherë se çfarë problemi ke dhe të gjen zgjidhjen e duhur të atij problemi në maksimum. Pra zgjidhja më e mirë që mund të ekzistojë sepse ka brenda memorjes. Vendosur aty në memorien e kompjuterëve nga ekspert të gjitha fushave, pra të mjekësisë, të kirurgjisë, të gjitha fushave dhe i ka brenda në memorje. Kështu që kjo është tepër e rëndësishme që të nënvizohet. Por nga ana tjetër thash ka dhe probleme tjera. Kështu që sidoqoftë unë do dëshiroja një komentin tuaj, sepse ky argument prek secilin prej nesh dhe secili duhet të shpreh mendimin e tij. Kështu që kalofshi një pasdite të këndshme dhe pres komentet tuaja. Mos harroni. Si gjithmonë, ju përshëndes, ju përqafoj dhe Faleminderit pafund që jemi për herë bashkë. Ju falenderoj për mbështetjen, për gjitha ato komente dhe që diskutojmë së bashku. Respekte.